Miq të dashur të platformës Ardmotion, përshëndetje nga stadiumi Fadil Vokri. Jemi me ballavaqimin derbi të kësaj xhiro mes Prishtinës dhe Ballkanit. Gjithsesi për momentin synim është fiton sa më shumë pikë në mënyrë që të mos rrezikohet vendi në Super League. Sa i përket Ballkanit, duket e qetë stabile në vendin e dytë, 15 gola në 5 ndeshjet e fundit. Tolaj, vjen arkimi i një gabim i Kolajt, kjo goditje, por e shojmë edhe njerë, nuk arrin të kap topin Kolaj, por më pas intervenon. Gnapi tani e ka shansin, Aksel Gnapi, qfar pritje! Qini se sa let Gnapi doli në rast dhe pastaj u desh një intervenim. Galapenit, qfar pritje nga Artan Iljazi. Goditja Galapenit këtu, diçka tjetër nuk mund të kërkonte pas kësaj. Tani është një mundësi shumë e mirë për Ballkanin. Sunday, qfar pritje ka qenë kjo nga Kolaj. E këtu është pak e dyshimt, nuk e lë skuadrën kryeqyteta se në mëshirën e sistemit VAR. Dion Gallapeni në krah, shansi për Prishtinën, tani minuta 73, topi në zonë Kryeziu, çfarë ka humbur. Gnapi, mirë pasimi ti, shansi këtu, Krasniqi, Limani, mundësia për Prishtinën, çfarë ndërhyrje. E ka mundësim Prishtina tani Kryeziu. Kryeziu vjen arkimi, një super mundësi për sëri Krasniqi, penalti 11 metrash për Prishtinën. Qëmë se cili do qëtë vendimi këtër. Nuk ka penalti. Saliu. Mundësia e Prishtinës, bukur kjo dalje, Leo Kryeziu! 1-0 Prishtinë. Koli shumë kërkuar, më në fund vjen. E shojmë edhe një, shumë mirë bën këtu Saliu me këtë pasim. E pastaj Shilova e gjen Kryeziun i cili e tundër jetën. Prishtina Ballkani 1-0. Një majt potente. Bernard Karica. Vjen një arkim i rrezik shumë i tij, mundësia këtu dhe sa afër të parazoj gjithçka. Me edhe një herë shohim rastin e Valentin Serebes. Do bëhet topi para me forcë, përfundon gjithçka. Prishtina shënon fitore për Ballkanit.